Njëri prej shokëve të pejgamberit alayhis salam, prej sahabëve të ndershëm, e pyeti pejgamberin alayhis salam dhe i tha: Ja Rasulullah, më thuaj mua në islam një gjë që nuk do të kem nevojë ta pyes askënd përveç teje. Më thuaj një fjalë në islam, do më thonë një këshill, një porosi në islam, për të cilën nuk do të kem nevojë që të pyes askënd përveç teje. Pejgamberi alayhis salam i tha këtë porosi madhore, tash do më thonë po kërkohet një porosi përmbledhëse dhe e madhe. Pejgamberi alayhis salam e tha këtë me dy fjalë. I tha: Kul amantu billahi thumma istakim. Thuaj i besova Allahut thumma istakim. Pastaj përqendrohu në këtë thënie. Pra nuk mjafton që vetëm thuash besova, edhe pastaj të shkosh gjatë tash dhe majtas, ka të ta doj qefi dhe shpirti. Jo. Thuaj besova dhe përqendroju kësaj fjale. Kështu e don çdo dëshmi dhe çdo pohim këtë botë. Nuk ka mundësi që thuash jam student apo nxënës i shkollës të mesme dhe mos shkosh ligjërata, mos t'i japish provimet, mos ta paguash semestrin, mos ta shohësh shkollën asnjëherë me sy dhe të vazhdosh të pretendojsh se je student. Ti mund të pretendojsh, mirë po nuk mund ta mashtrosh asnjë njerëz, po ku jo njerëzit e mençur. Po kështu edhe feja Allahut subhanahu wa taala, nuk mund të thuash besova e pastaj të shkosh rrugës së komunistave apo rrugës së krishterëve apo rrugës së jaudive. Kjo është kundërthënie. Në këtë rast fjala jote po kundërshtohet nga vepra jote. Kurse siç thon dietarët dhe njerëzit e urtë, el amel ablag min al qawl. Vepra është më e fuqishme se fjala. Nëse një njeri me fjalët e veta thot diçka, ndërsa me veprat vepron diçka, cila është më e fuqishme? Cila mund pra, me cilën gjykon ti për atë njeri? Me veprën e atij. Pa marr parasysh se e pretendon të kundërtën. Vepra nëse e vërteton të kundërtën, ajo është e cila pra rëndon. Kjo peshoj rëndon në këtë rast.